është krejt ndryshe, Leonard. Më pëlqej që kjo që e përmendet në fund. Që kjo është ajo që do të përbësoj me u diskutu të sa i përket rrjeteve sociale. Fatkeqësisht na morëm shumë prej rrjeteve sociale edhe kështu në nëvedije, pa e ditë që po morëmi, pa ditë që po kopjojmë, edhe nuk qyrëm për kujtë po morëmi. Na jena shoqëni e vogël edhe jena një shoqëni që kemi ardhur prej një shoqëni e krejt tjetër, një shoqëni krejt tjetër me një kohë shumë shkurt. Domthonë nëse kthehemi në kohë, ato familjet që i përmenda më herët tradicionale tonat kanë qenë kohë veç para 24-25 vjetëve, më herët, shoqënitë e tjera, po supozoj në Amerikë ose në Gjermani ose në Angli ose kudo, ajo familje tradicionale që konë të na u konë shumë vjetë më herët. Domethënë ata janë shumë akadale, janë shumë më shpejt. Tash na me mor muqu me bon një shqiptar, çka bën një anglez është jo normal. Nuk na ka hije, nuk na shkon për shtatë dhe nuk dina me e bo. E fatkeqësia që ndron pikërisht që që na nuk dina me u bo çashtu. Na s'dina me, na nuk jena italian. Na nuk dina me dhon komplimente se na jena mësuar që kur të kalon një femën ani rrugës na me ul krytë dhe me kalu çështo. Nëse është me partner. Po jo, a konfionin për të kaluar. Derisa tash ti nuk mundesh për 24 vjet, 25 vjet sa janë prej kohës po marr luftën e fundit, 26 kanë mos është shpejt. Domethënë me ndryshu që aq shumë sot ashtu ti me ditë më sjellsin e italian. Nuk mundesh. Ne jena shqiptar. Edhe sot që jena gjenerata e re, për shembull, nuk e jetun qasë familje, ose në qasë rrethi, apet qatë gjak e ki, edhe apet qatë mentalitet i rrit. Kështu që nuk mundet me ndryshu që ka shpejt. Nuk mujna na me influencu, nuk duhet, po influencu prej të hujve. Edhe pse po e bojmë, fatkeqësisht po ndodh, po bëhet, edhe tani vjen deri te ajo që është ekstreme. Tani ose bëhesh krejt sikur femën, ose bëhesh krejt kështu, i vrash që si kërkush hiç. Apo kupton, domethënë nuk ka shtaj, nuk e gjon atë mesin e duhur kurr. Arinita, rrjetet sociale po e humbin konceptin e burrërisë apo jo? Shumë. Do me thonë postojnë vende pa vende.